të dashur për publikun. Sonte në Malandet mirëpresim Alisa Malokun dhe Urim Qelën. Super, shumë mirë. Roma, mirë se ardhët. Mirë se ju gjetë. Si po ndiheni? Super mirë. Gjithmonë kur jena bashkë, është edhe ma mirë. Ju gjithmonë jeni bashkë? Yes. Të pandashëm, ju shohim kudon. Në për video tuaja të cilët i publikon në rrjetet sociale, në intervista, dhe kjo nuk është hera e parë, dhe dua ta nisi me historinë e dashurisë tuaj, edhe pse e kemi dëgjuar me herët, por dua ta di kush e bëri hapjen i pari. Hapjen e parë une. Ishte dashurinë shikim të parë, apo u desh ku? U desh pak ku. Se njerë nuk kena taku me njerë, do më thonë njerë në rrjetet sociale kena komuniku, edhe tani derisa kena arritë takimi u kom pak, kanë kalu do muj. Besoj njoja ju në rrjetet sociale, se s'ka ku tjetër, dy njerëz që vim prej rrjeteve sociale. Ej, ju njëherë 20, gjithmonë 20. Qysh është e mundur që nuk ndryshoni as pak? Ju një prej disa vitesh... Edhe të njëjtë fizionomie shumë. Madje shumë më mirë. Shqyqër po përmirësoham, nuk po bëham atë këqi. A ka ndonjë sekret, apo thjesht jeni tri, sepse nuk keni shumë moshë? Normal, skin care është sa një parë. Unë mendoj pozitiviteti. Edhe do mos i Alisës, këto nëse pajtojnë. Këto e ka, qëtëqish. Jo po, edhe pozitiviteti, gjithmonë me nejt happy, me dasht jetën, po edhe më përkujdes normale në gjdo mënyrë të mundshme me bosanin matë. Do shta dhe me e pas një partner i cili të kupton, të mirë kupton, është mbështetës? Po, gjithshysh, po nëse si ato për vete e para, tani edhe partneri nuk mundet kur gjë me të bo, edhe normal, partneri është plus, është edhe ma mirë, po besoj që nuk mundet partneri gjithë me të najtë gati. Dush edhe vetë, me dash jetën, me shku, me dalë, me knaq, me shprej pozitivitetin, edhe tani edhe partneri s'koqare, pa shprej back. Sa është vështirë ta dallosh jetën reale nga ajo që shohim në rrjetet sociale, qoftë në Instagram apo TikTok? Ja. Nejse nuk e dallojna shumë, se zakonisht qka bojna dhe shijet e Alisa krejt. Një 80% ashta shijet krejt. Po apet nuk e kena problem, se ta shina mësu që një ko, edhe nuk kena shumë problem, se qka të që bojna, s'ka lidha ku shkujna, ku jena, nuk kena nevoj me mshef. Urim, ti e shumë i qetë, Alisa o shumë energjike, dy polet kundërta, po që funksionojnë mirë duket. A është kështu edhe në jetën reale atë për te i rrjeteve sociale, për te i ekranit, a jeni bashkë kështu ti i qeti dhe Alisa energjike? Ndryshon puna në shpe, a? Unë në shpe jam shumë e qetë, kështë, hajte, përshkojna, po talime nga, po bëjna ato. Kështë që jena gjithmonë të ndryshëm, situatë ndryshme, e nashtë edhe për që ata bashkuam shumë mirë, se kur si jam on, është kë, kur jam on, tanis është kë, kështë që gjithmonë e mirë mbojnë atë gjyshqet. Kanë kalu pak vite prej pjesëmarrjes tuaj në Big Brother, publiku i gjërë, a i masivi ju ka njoftë pikrisht nga kjo paten, nga kjo reality show, edhe unë, dhe ma dje keni pas gjithë admirimin tim, e kom ndjek me shumë kujdes për shkak të angazhimit të atëhershëm në Big Brother rrugtimin tuaj. Si e kujtoni sot, edhe a ka pas gjëra që do doni t'i bënit ndryshe? Unë e kujtoj, është shumë, adhe nuk konë mirë, nuk konë një eksperiencë shumë e mirë, normal jena konë shumë të ri, edhe nashti nuk kena pas shumë përvoj, ose edhe nuk kena gudzum me shprej ato që kena dosh me thonë, nashti edhe se musha nuk në kalon, po apet na diqy që kena të regu edukimin ton, edhe qatë vlerat tona, që kena mujt në qatë mosh që kena pas, kështë që normal që ma ndryshe, se njeri kur shkon të pjek, i bënë senet ma ndryshe. Qa kishë bu ndryshe sot? Po, kisha mundu ma shumë mu shprej, ma shumë me guzu me fol, ma shumë me të regu Alisën që jam, edhe pse shumë gjithmonë kudo që shkoj e marë veç feedbackun e mirë, se thojnë,
ua, mami, prind të ka ndosh ti për shumë, e thënë, ju jeni shumë qete, shumë të mire, shumë të dukum, nuk keni dosh edhe me bo drama, ose na i sen, kështu që ato fjallë për mu, me të thonë drejt edhe mjaftojnë, se që ato këm desht me arrit, mi u kallëzu njerëzve që nuk do me thonë gjithmonë, nashtë me kam ftyrë publike edhe me bo drama, ose adin me kallëzu kush është këto ma i forte, ose që ku me di që ka mund është te, jo, është edhe okej me kanë njeri shumë i thjesht, edhe është okej mos me fol ka njëherë, edhe është okej edhe me të shkel dikosh, se qëto është jeta, këto sena kejtë ndodhen jetë. Kështë që edhe të mirat edhe të këqia, të më besoj që apë të ka një eksperiencë e mirë. Për ty, Urim? Për mu, menoj që i nahi pa qëllim, i nahi veç, unë e shembol në kumë këqyrë kërë Big Brother, për Alisa pak e për cilë ke, nuk e kena analizu mirë lojen qysh kanë, qysh do të me vepru për me icë. E që të kisha ndryshu pak që e kisha analizu pak ma mirë, e kisha përdor një teknik tonën, edhe kish ku ndryshe. Kur së është vonë? Kur si dijet? A kishit provu prapë si eksperiencë? Po ti... Nuk e besoj. Ason. Alice, gjatë kohës sa keni qenë Big Brother për atë sa keni qenë, i ki pas sa frikra, mos po ta marrin Urimin, a egzistojnë ende ato frikra, edhe tash jeni të martuar, jeni A ku është? Jo. Thonë Alisa, tash e kam aluri. Tash e kam aluri, me sa desha me thonë. Tash e kam një mini Urim, identik si Urimi, kështu që... Jo, veç... A je gjeloze? Ato këto? Atje pa arsye Nuk me thonë, jo, se tani mos për këta në Urimi. Jo, nuk jam edhe kështë, nuk e kam gjelozin e keq ose të tepërt ose najsen, edhe në dhe Urimi, edhe nuk e kena me njën e tjetërin, ma shumë, për që ta edhe shumë e du lidhjen tem, se kena shumë një lidhje të fort, edhe i besojnë shumë njën e tjetërit, edhe i ndihmojnë njën e tjetërit në çdo aspekt, jena aty për njën e tjetërin si shok, si vlla, si partner, si burr, si do me thonë në krejt aspektet, kështu që ajo dyshu shumë adin e... Po fama, si ka ndiku? E ka bo më të fort lidhja në raportin tuaj, apo e ka vështëshsu? Besoj që po. Besoj që e ka po shumë atë fort. Se dy qysh kur dalë Urimi, kejtë femrat veshëm qëjnë fotot të Urimit ku është, kështu që... E shohë ku do që është, se kam problem. Për të ma mirë, shko. Po Urimi ka këso preukopime? Qysh edhe nërë? Po Urimi, ti, si Urim, ki preukopime për Alisën? Sa i përket gjelozis? Jo, kena të qëndet shumë, besoj nuk është të tepërt. Normal pak gjelozit duhet me poshtë të qef, po nuk është të tepërt që të prujnë, ose edhe me mu shkon kjo pak që edhe njëri pak rupjeke, nashta në fillimin akon ma ndryshe, e kena të pru do sene, po tash me mu shkojnë. Ajde si, Alban, duke e pa që Urimi është një fardjali edhe tradicional, pavarësisht që është rritur jashtë, unë kur kam punë me qiftin, gjithmonë i shkruj Urimit dhe jo Alisës, se prapë dhe më kush e di. Qëtë probleme kena edhe me shpi, unë mununa në ato teme, në adin kishe mi do sen edhe mi kry punë, i thamë, Urim, a i gati se heqë më stani, merrote me dishka tjetër, unë shkoj folje me punëtort, unë shkoj folje, ata drejtohen me Urimin, apet se apet, do me thonë... Ky ka një qëndrim ma serios, ma protektiv, dhe me thonë, ka dalë se... Se në ashti, edhe pse nuk e besoj që dërin qatë pik... Që njerës që s'flasin shumë, lëm pastaj shumë pik pyetje, dhe Urimi është i qetë, nuk flet shumë, dhe lë shumë pik pyetje për atë se si është dhe si reagon, kështu që kjo është e mirë, mendoj. Edhe pse po besoj që kjo e bën një balancë, Alisa me energjinë dhe pozitivitetin e saj dhe Urimi me qetësinë e tij. Po cilë është sekreti që ju ka mbajt kaq tafërt, po them, edhe pavarësisht se jeni gjithmonë në vëmendjen e publikut? Po besoj që edhe jena rrit bashk, këm ka përmbush e mi ka mësu do sene për mu bo unë sot që ajo femna ma e fort, me vetë besim, me senet e mija, do më thonë, tiparet e mi ka forcu, mi ka bo ma të bukra, se gjithmonë adin kër e ki dikon në krah që edhe të kallëzën që qëre, wow, sa qëfar pozitiviteti ki, je qështu, do me thonë, të bënë edhe ma muni mirë, do me thonë, zhvillohesh në qatë karakterin, qatë personalitetin tënë. Edhe njëjt ashtë onurimet, edhe besoj që kjo tani na ka po shumë të fuqishëm,
se e kena ngrit njëni tjetrin, edhe veç e kena bo njëni tjetrin më të fort, më të mirë, edhe gjithmonë veç vazhdojnë ashtë, se tash edhe prej eksperiencës tash veç shkon edhe ki qef sa ma mirë, për shembull, edhe bizneset neve na lidhen shumë me njëni tjetrin, edhe është shumë tepër nice është me pas partnerin edhe në biznes, edhe pse shumica nashte nuk e kanë qef që të sem, po në shumë se shumë e kena atë, unë jam ka një herë down kë, hej, qëre, bëne qëto sot, edhe kryje, shkon shpe, meru me veten, unë i kry tjerat, ose e kundërta. Do më thonë, gjithmonë e përmbushëm njëni tjetrin, edhe besoj që kjo ka shumë të bëj me që edhe jena rritë, se me një moshë shumë të re jena bo bashkë. Jeni arrit me njoftë shumë mirë njëni tjetrin e urim, a ka pas në moment kur martesa juaj ose lidhja juaj ka qenë në një krizë, ka kriju pikpyetje? Në moment, kështu jo të qka shumë dramatike, po normal, gjithmonë ka njerë. Për çka roki ju zakonisht? Për çka? Zakonisht, për punë, zakonisht. Po. Edhe qaja pak është pak problem. Se kur na lidhen punë, shembull Alisa pa mu, s'mon kryen diçka, s'mon e njëjtë, se na lidhen punë çdo sen, që i bojna bashkë. Tani kur po ndohëm pak, tani shembull, e kena i terminali diçka, po na të shton 2-3 ditë s'fono me kry. Se sa kohë nuk flisni pastaj me njëri tjetrin kur përlaheni? Jo, na foljo me Jo dhe gjatë. Ma shumë të nasha 2 ditë, që është zgatë. 2 ditë? 2 ditë? Jo, Me fol, ama po thëmë këtë fazën e... Si një farë ftohje, si një farë jetëri. Ja, bu kështu atin dhe me... Se para allurit s'pu gëzojnë, ata një pëtut me më kishe jena happy. Kush e skip ma shumë njëni tjetrin, në qëto ditë, në qëto momente? Normal, në ashtë të tjë. Në ma shumë shkoj jepi opcione. Femrat. Femrat. Vishë ma bën, a pëtëm buk, a që ka u bo, a i ondë, a pëse i nërpës. Sa e ka plotësua Luri marrëdhënien tuaj? 300%. Dhe në menoj, shumë. Por si njerëz, sa ju ka ndryshu juve? Besoj edhe atë shumë se na ka jep një farë energjie tjetër, edhe pak një farë përgjithësie, që se kena pas ma heret, nashta edhe jo jeni prind edhe e dini qysh është. Po është diçka shumë e lezetshme edhe ta jep një farë fryme të re në jetë, se të kënaqesh shumë. Ju nuk e keni kursy imazhin e djalit, ndryshe nga shumë personazhet famshëm që mundohen që imazhet e fëmijëve tyre t'i mbajnë larg syrit publikut, ju keni bërë një zgjedhje tjetër që mu personalisht më pëlqen, me qenë i hapur, transparent. Zgjedhje mirë apo jeni pishman ndonjëherë? Se jo mësyshi, jo këto bestytnit tona. Po, e kuptoj, nuk është që nuk i kuptoj ata persona edhe as pak nuk i gjykoj, besoj që është një zgjedhje shumë personale, po nuk e di, nuk mu ka dok shumë e arsyeshme, edhe pse ti kur te vazhdon jetën edhe e zgjedh me kom fytyrë publike, besoj edhe që nuk është fair nëse nuk e don, do me thonë një sen që kanë qef edhe njerës me të po, se ti pa dollë, dikon pa të po, dikon nuk e lojnë, kështu që ti prapa den vesh i bën pak si stres vetet, fëmijës tanë, adem pak familjes tane, se gjithmonë të mundu me rujt këtë pjesë. Edhe pse... Edhe kthehet në një farë fiksimi, më duket për shumë personazhe pastaj, që me rujt gjithçysh. Po, edhe adem koncentrohesh, do me thonë, jo më duket pak se negativitet, kështu që nuk e di. Është me masa, adem nuk besoj që edhe është shumë mirë edhe kështu të openly, thojnë do shqiptor përdor fëmijën për sene, kështu që nuk e, adem qatë sen nuk e bojnë akor. Kur ka pas ndonjë sfida, Luri, a ke thonë, ndoshta e kam provu më shumë se sa që duhet? Luri është një fëmijë shumë i fort, është, do me thonë, edhe temperaturën me pos tepër të nalt, aja pet elshoni muzikë, këten, është shumë pozitiv, është shumë happy, edhe nuk e di, gjithmonë ka arsye, se mu kanë që jena shku të mjeku dhe nuk ka pas arsye, pëse një djali jam ashtu edhe one ja kisha nis me mendu, po djali është super mirë, shqyqër, më rezot, kështë që... Po, edhe shpesoj... Ju e keni paralajmëru disi, shtatzanin që prej Big Brother, e di që ka qenë një farë ndjelje e vetës, ka qenë një bebe planifikuar, apo?
këto detajet qiftit, po e lidha me Big Brother, me kohën kur u bë e madhe që Alisa mund t'jetë shtatzën, që qifti mund të bëhen prindër, por që duket kishte qenë veç një lojë. Ja. Ja, në atë kohë nuk e kena planifiku, po normal që kena pas qefin tëtë edhe toni kur... Jeni prej atyre qifteve që i planifikoni gjanat apo i lini me rjedh, në gjitha aspektet e kam fjallën? Jo, ma shumë i lojna me rjedh senet, edhe besoj që qashtë tani vini edhe papritas, edhe pse e kena prit një fëmi, nuk është që gjithë qysh e kena planifiku qatë kohë me ndodhë edhe na ka shuku edhe neve pak, po senet e papritura besoj që e ma të bukra. Alisa me thonë drejtën e kom pa një video të para disa dite, ku po e mbaja djalin në krah edhe isha të menu. Është Alisa, non, realisht, mbaj man si atë vajzën shumë një omë të re, edhe për njerë gjërat ndryshojmë, po prapë se prapë kanë kaluar vite nga jo periudhë, kur ju fiksut fuqishëm të publiku. Po, as vetë nuk e besoj ka njëherë, kur zgjohëm më mëngjes, edhe e shoh lurin, është shumë e bukur qa bjen jeta, diqysh E cilin është ma i lidhur? Një ditë mami, një ditë babi. Që të ndryshon, që është ka qef. E përmendën nga paraqitja jashtme, një urim i vogël, po nga karakteri, nga planon. Karakteri ma shumë si Alisa është ma i dashtën, kështë ma ka qef me përqafe, nuk largohet kështë shumë. Besoj ma shumë si Alisa në atë aspekt. Dhe tani se futmi po i shohim që po qëndroni më shumë në Kosovë. Ani pse i dim që jetoni në Vjenë të Austrisë, ku do t'ju gjejmë tani e tutje më shumë? Besoj që ma shumë A Kosovë. pritet ketë një rikthim Kosovë? Hala nuk i dijet, atë nuk jena vendos, po jena të punu që tash një projekt të ri, jena të i ndërtu dhe fushat pa delit, që aty do me thonë besoj që shumë shpejt ka me kry edhe kena me startu. Edhe ajo që po ju sjell pak ma tepër në Kosovë, po më duket është shtëpia që është bo virale, more, po shoh po dëgjoj gjithka komente për shtëpinë tuaj, një shtëpi e madhe, moderne, e kushtueshme. A po na thuni diçka më shumë për shtëpinë për cilën po flasin shumë njerëz. Po më dëgju shumë komente. Po, aso nuk e kom prit që shtëpia ku me marrë qatë shumë vëmendje, edhe pse, do me thonë, gjithdo hap i shtëpis, krejt, do me thonë, janë atë, e marrin vesh, më pysin, ma shumë më pysin për shtëpi se për mu. Kështu që është shumë knatësi, që është mi pas njerës me vetë, mi një do, edhe njerës tjerë të thonë, okej, bëna kështë, bëna ashtë, edhe njerës me tja propozime është shumë interesant, si të mos për shtëpi, se të lojnë shumë mu bo ma kreativ, në dëgjën ideja të ndryshme, e për neve është shumë ma mirë, më duket shumë diçka, jëmë ti për falenderuse që bili e kanë qëtë interesim. Ashtë investim shumë kapital? Se shtëpia po duket e madhe, e luksoze? Po, normal, shtëpi ma, edhe këmë ditë sa e vogël me konë gjithë, mund ka me pos punë, ka me pos sene investim. A e ka kap milion që në shtëpia ju i deri tash? Apo e ka te i kalu? Kur gjasë janë atë, jo. Milion që kur gjë nuk është, do më thonë është te i kalu. Jo. Qërë na jena shumë të ri, edhe atin i menujna, na shte edhe jena të ri, për në qatë shumë nuk e këshyra me shpenzu gjithë qysh. Kështu që na kena pos gjithë qef me investu në Kosovë, edhe në për intervista tjera e kena tregu gjithmonë, po apet e kena pos edhe prioritet për shamu qysh që ceke dhe urimit ato fushat e padelit, mi kriju në Kosovë se besoj që kena dosh me investu diçka edhe ma për njerës të ndryshëm, për të rritë, për ma të më shumë, edhe diçka me bos një hobby, një aktivitet outdoor, edhe që ato mas shumë të më thonë, ato besoj që kemi me investu. Dëshiroj shumë suksese në këtë projekt, po du me undalë edhe njerë të shtëpia, cila është një pjesë shumë interesante dhe karakteristike që me ndoni që shtëpinë e juj ka me dalu për i shtëpiave tjera. Ka diçka? Yes. Qka? Që është, nuk ka me konë si gjithdo shtëpi e jashtë kështë e normale. Edhe formën që shë ka nuk është shumë si shtëpijat që i shohëm, ose... Qka e bënd veçantë? I bënd do detaje, tash nuk më edhe me full shumë, se tani po ju të regoj krejt që ka me ndodhë me shtëpi, tani mos është interesant, veç janë shumë detaje që nuk janë zakonshme, sidomos në Kosovë, për ndryshe edhe
shpinë kena me bo me tulla. Unë jam e Belgjikës, atë veç tulla kemi, kështu që atë në çdo detaj është shumë e menume. Edhe atë mendë si po pras me do, se për një me është shumë e bukur që po mënohëm me kriju në çdo sen që përqesëm me pas një backstory pse, me pas një arsye pse, që është kitë sanat e menume. Kështu që ajo nuk është veç hajtë o këtë që po më pëlqen e që kjo, po është për një me diçka ma e menume. Egzofshje dhe trashëgofshje. Shumë faleminderit. Pak zoni. Dhe një gjë që ju intereson publikut, përveç asaj që e shohim do të thot nga jashtë, po edhe nga ajo se çfarë përcjellë jo, është një marrëdhënie e shëndetshme mes jush, po na intereson të dimë edhe mbështetjen e familjarëve të tu. Alisa, si të ka prit ty Vjera? Shumë mirë, se gjithmonë, për ndryshe Vjerën e kom shumë cool, edhe shumë mirë e qojmë, edhe nuk e di, dyshysh më duker ma shumë si shok, edhe shoqa, dhe në dëtë i kam për një me për zamër. Ja si nuse klasike që qëtë qaj. Jo! Vjera jam e vishma vonë, oj, qika jam e rresin shpe. Ajo është, për një me si të thash, si shoqe, nuk e këshiru më korë, adin më ledhë, me kena shumë qelë. Dhe më thonë... E cili është ushqimi ma i preferumi joti, që gatum Vjera? Që gatum Vjera. Pite me kungoll, ama ajo që është shumë senat mira, nuk e di cilën me zgedha, ajo i ka të natë. Ure me ana tjetër, qysht kanë prit, sa je i familiarizu me ta, se unë ju shodër në për video që shpesh i silni edhe familjartë, e të dy anëve. Shumë, edhe na jena shumë të ledhë si me printe Alisës, edhe shijëm shpesh herë, edhe në aspekt me Aluri, na kujdesin shumë për to se po jena në zonë me takime, me pune. Do më thonë, jam shumë i knaqër. Cilin ushqime gatu nana Alisës që ty të pëlqen mas shumë ti? Mas shumë ti, një ushqim se Alisa nuk e bën kur, si sa kona, është pasuli, që Vjera ma qeta, ma Alisa ju, se nuk e hanë. I ta me që japon, Vjerë, të lëshin durt. Thëtë momi qape do mërë pasulin që ka shumë këtë jollë, thë mo mamë. Se vunë të shpia s'ko kur. Mirë, po ti po flet për raportin me Vjerën. Unë e di që Alisa ka një marrëdhënie shumë të veçantë, po them, me babajin e saj. Si t'ka prit në fillim? Babaja Alisës. Nuk kanë ashtë pak çuditshme në fillim, se edhe jem kanë i Na ri. zbulo pak. Jem kanë i ri edhe kam pak hua pa përshtatshme, se në atë ku isha në ushtri, se në Austri e ki obligim 6 muaj ditë me kryu ushtrinë. Edhe u tash me gjithë kuar me shku në Belgjik edhe mu taku njerë me babin e Alisës. Paka shumë normal edhe ne që jem konë ma i ri, ma i pa pjek në atë kohë. Kishe emocione? Po, normal. Edhe normal që edhe kur ki qik paka shumë kujdesesh edhe ruesh pak është i duhur i ajo. Ama është e mrekullueshme qysh familjet shqiptare kudo ku janë, çdo cep botës prap i ruajnë traditat dhe sidomos qikat si gjën më të shtrenjtë edhe më të çmuar tjetës edhe qoftë kështu edhe shumë gjatë. Edhe si ka qenë në raport me ty? Ishte i vështirë? Jo i vështirë, veç u konë pak diçka e pasakon, kështu që janë muhabet pak a shumë u konë pak muhabet i ftoftë, kështu adem pak. A muhabet i odave. Ka testu me diçka? Jo. Jo. Ja, dhe ajo shumë cool dhe ajo nuk e këshirë fort. Tash, s'mundesh mi ndohë, dhe me thonë, nëse që një rrimin të kënë, është gjithësh me bobin të amë. Relaksohen raportet me ja, Kalinë e tite dhe si njerëz shokin mësojnë me atash. njëri tjetrin çka po shkruan ai tatuazh në dorë, s'ta kom pa ma herët. Tash i kom që nja 3 vjetë e kom që tash tatun, edhe kejtën pysin. 11 PM, Dhe shifrohet mirë. 11 PM i bjen ora 23 anglisht. I bjen ora që jena taku në Alisa herën e parë. Që jena pa. Jena po për herën e po. Jena pa. Alisti a ki ndë një tatuazh me do me thonje kaq Veçan. Po, edhe ne kam një buket me lule. Këtu i kanë vizatu mami, babi edhe dy vllaznit, edhe unë i kom bo bashk, edhe kom bo një buket sa më mi gjithmonë kujtem, familja jam. për urimin diçka. Për urimin u nazën. Këto kurse i Uj e kësi kom tatu i tatuazhin vjen. në zemër. Jo, edhe ne kom të shkru me 11 në Runaza, nëse i heki, kështu që e kom gjithmonë 11.
E seriozisht marrëdhënia juaj është shumë e bukur. Kemi pas shumë çifte në studio, edhe ndoshta jemi bë pak bajat, duke thonë që marrëdhënia juaj, po juaj është e veçantë, se transmetoni edhe energji rinore. Krejt çiftet që i kemi pas në Malandit, i kemi sfiduar nga diçka, dikush na ka vallëzu, dikush ka tregu diçka të patregueshme. Çka me bë me ju? Një puthje për qafim, që me na merë si kujtim, se shkova me rim si këto reklamat e TikTokit. Yes. Ja, e kishim dash në nduar trokitjen e Albanës. Një muzikë pak ma romantik të gjithë. Si moment bukur televiziv, ajde. Një puthje dhe mas ne kemi vazhdu me një set pytjesh. Përqafim, me qenë se Alisa i do përqafimet. Unë shumë i du përqafimet. Aneturimet janë Me qenë se gjithmonë po më të bukrat. shpendajmë dashuri edhe gjithë këtë energji përmes kësaj studio, pas kaq shumë vitësh, çfarë admironi më shumë tek njëri tjetri? Qa admiron në mu? Ma shumë të Alisa admiroj që edhe që u bon non, edhe që shmonet me antoll me kitë senet, si me tjallë, si me punë të shpi, si me punë tjera që i kina bashkë, edhe që sen admiroj shumë, që na shtone vetë që ka mujtë me arrit që sen mentalisës. Qo kjevon. Edhe një herë. Se kom një kor. Se të që se ja kom po kor këtë pytje. Për këtë jemi ne këto. Ja. Jo, urimin ka shumë pika ku me admiru, veç shumica, adin ma e bukrat e urimi është që qka do që këtë i kalon, kur nuk mundohet ty me të ngre në qatë problem ose qatë stres, është shumë i qetë edhe besoj si bab ose si burr është perfekt se diqysh kur nuk e shprej që ato, edhe diqysh, edhe pse e mon për vetën gjithë më munona më janë cilë edhe me lëshu pak, po e di që e bën vesh me mbrojt gruan edhe familjen e vete, që ajo më duket shumë e bukur. Pytja e fundit, sa i përket kësoj pjesë të intervistës, se pastaj Albana i ka ca pytje pak ma me spec. Bashkëpunimet e juja, bizneset, punët, angazhimet, jeni ndër qiftet edhe personazhet e famshëm ma të kërkuar sa i përket tregut të reklamave. Qysh po shkon gjithë shka? Shumë mirë, shëqër. Normal tash këndryshimi prej Evropës tash në Kosovë, pe kom pak problem se unë jem mësu me bashkëpunu gjithmonë me brendet jashtit, po edhe atë besoj që shumë shpejt kopna edhe po me rëndësi është që punët janë shumë mirë të ecë. A pagueni mirë? Po besoj që po edhe besoj që e meritojmë, se e di që e kemi një shikusmëri shumë me kualitet, kemi shikusmëri që janë klienta, janë njerës që na besojnë edhe shkoku edhe pse nuk kena reklamu edhe gjithë shka që kena mujtë me reklamu, e kena përzgjedh gjithmonë diçka që ja vlenë, kështu që për që ato edhe besoj që e kemi që ato edhe ja vlenë. Shumë suksese. Faleminderit shumë. Dhe unë do t'ju bëj disa pyetje, nëse doni mund t'a ngrini dorën, që me ndonë se i përshtatet përgjigja. Kush kërkon falje edhe kur nuk e ka fajin? Tash ku me dora. Atyre është urimi. E gjoj një mënyrë me kërku falje pak ma... Thët bashkë shtë më falë, veç e thët që është të digjy. A prohet, i tha, jep disa alternativa. Kush kontrollon më shpesh telefonin e partnerit? Që e dorën, dy dorë qaj. Ki dorën, kush me dora. Jo, puna është që unë i kom adin e-mailat, sa në krejt në telefon, edhe gjithmonë, ku të cilë nga vështë thëmë, ku e kam telefon, ku e kam, kur e shot të kë. Oh my god, A të gjithja bëj. pengon? Jo, Jo, s'ka diqka. Ma letë e kom me posi me njerë edhe s'ka nevoj. Më ndët me, është vjen ma që të e bonë pasullin jo, nejse s'pasur zbëj, të e bonë ajsen, të në vesh me bonë ajlis. Po këtu e zbulum që urimi që i ka gjelos, po e mban pak fshat. Jo, paka shumë me punë ka lidhe, se kështë për me Besoj ka të kontrolu. bëj me e-maila, me... Me kontrolu. Po e-mailat i patëm të Alisa, telefonin tjetër. Kush bëhet gjelos edhe për një like? No, se kena qatë. Ku me marrë me As na në bo fillim? lajka ma shumë. Po, Fillim, e keni pas në fillim? as nuk e kom pas... Nashtë kejtë në fillim, normal se ti kur nuk e nje qatë persona. Është nga probleme që e shohum që shpihet Vesh me hapur nga qiftet. Urimi që ka bo në fillim,
hala pak kon na qift, është që i ka bo unfollow këtë qikat, që i ka pas. Seriozisht. Edhe ato në pa e kërku unë, edhe në gjithë thësha, diçka ka këtë qika, hekre këtë qika. Veç atë në diqysh u konë shumë, jëmë një shumë e respektume, se më konë edhe shumë e re, edhe diqysh ma ka jep shumë atë, wow, besimin, me besu me një herë, kështu që që ato e ka po pis fillim, për tani mu ka dok shumë weird, diqysh atë në thësha... Ma kjo është tipik me dy teja, një në non, po respekt, nonën tjetër që ka me fshi. Po, apet, adin besoj që është respekt se qa do kuft, adin unë nuk jam kur gjyku, adin... Dhe ka qenë para prakisht, kështu që nuk është naj farsan, ama tani adin unë nuk e këshyre fort, adin kështu shoqet e mija janë shoqet e urimit, edhe adin jena krejt dyshysh se tim edhe nuk e besoj që ka të diçka... Kush e nis me shpesh debatin? Po se kom qef mu së sharu me një herë. Unë s'moj me prit, unë dohet me një herë me së sharu, dyqysh mos me moj që atë sen... Aten? Në vete, mos mu... Bol kam stres, nuk më vinë edhe një stres, kështë që kom qef me një herë me folje, ka një herë kë është dyqysh pak ma nervoze dhe rinë pak ma i qetë, se thot aten nuk donë me thonë diçka të gabushëm, edhe tani unë e normal, as ma ngut na. Kush kruan fleti pari pas një zënke e kuptuam, urimi, kush hargjon më shumë për shopping? Që tash? Ju dy të bleni shumë duket. Unë blej shumë për të, e kë blej shumë për vite. Që do më thonë, e kuptum. Yes, ama kom shumë qef me blej për orime. Po nej se shumë ma gjithmonë të allonë, nashta blej ma shumë kështu tesha, ama blej shumë Zara që janë ma... diçka ma lira, Alisa shumë... Nuk e di unë veç në Instagram ju shojmë krejt kohën të veshe të desh. Ja, bash. Ja, kështu që... Kush thot më shpesh të dua? Nejse, edhe s'po di, yes, po, on, nash. Okej. Ja. Kush e ka më të vështirë ta pranoj gabimin? Te... Këtë dhëtë më falë, ama tani atin unë e kom që me pranu gabimin, këse pranon heq, kështë që apësha qaj duren. Mirë, Alisa, Faleminderit shumë për përgjigjet, ishte shumë të mirë. veç edhe diçka, ka pas diskutime për humbje në pesh, O, ja. për një Po duket ndryshim shumë bukur. të lukut. Alisa është duk gjithmonë bukur, madje kanë krahasu edhe me shumë figurat njohura. Mirë, po tani, po sinqerisht po duket shumë bukur. Faleminderit shumë, shumë. Apo duket si një grua e re. Po, ka ndryshu shumë edhe jam shumë proud që ka mujtë me arrit, se i ka najt vetë të gati shumë, e ka gjithë një metodë Kisha ki dola, ka nëj sekret Alisë për ata që duan të din? Po, e kom bodo plane, tepër të leta, do me thonë me sena tradicionale, shqiptare, kështë që më mbja pesh për mu konë tepër e letë, do me thonë e kom gjithë qatë mënyrë, që ashtë ja kom nisë edhe hajle, do me thonë e mirë mbaj edhe më nuhna, edhe pse tash nuk ruhna edhe qatë shumë, po në atë kohë, jëmë konë, do më thonë, tepër seriosisht të ku marë, tani tu orë të... Që shtirë dieta jote edhe cili është sekreti ma i madhë, ose qka përmban ajo? është një brand shqiptar, Hum Pesh, e kanë emrin, edhe i kanë, do më thonë, dietat e tëne të personalizume për çdo kënë, edhe pse hala kërkon se kom publiku, për publikoj një herë të jo, edhe po, do më thonë, me ta, ja kom dollë, Ka bo mundi kjo edhe më mirë me vetën? tepër. Edhe pse nuk jam një kur keq, se kum dasht vetën shumë. Nuk e di, për ta thash edhe ma heret, kur e ki partnerin e duhur në krahtë, ku me ditë qysh me kon, ashtë i mas keq të kur ty dikush të lavdon, ose të dënë, nuk ishe ma sanet e këshia, edhe pse nuk u konë sa një keq, se mua për të më ka pëlqy vetja, po normal, u konë një peshë nuk më ka nevojit. Se tani edhe... Ka si të probleme në aktivitet normal, fizik, për ditë shmeri. Kështu që më tash punina shumë ara. Njerëzit kur humbin pesh zakonisht duken pak lodhur, tipo duke shumë shëndetshëm, edhe kjo është për kompliment. Kjo është shumë e rëndësi dhe këtë kompliment e marrë non-stop, edhe po, e besoj që është që kjo sa një
positive thing që është shumë e rëndësi, sidomos në humbje peshe, se as nuk kam lëkur të vjerën, as kur gjë, do me thonë e kam trupin si me u konë gjithmonë ma e dopë. E urimi në anën tjetër Niva që e kalon krejt fitnessin, qa Yes, Krejt, po zakonisht me padel me jena ma shumë ti. ja. Është një sport që është shumë trend kohën e fundit edhe në Po, edhe Kosovë. në Kosovë. Po, Tashmë. ka hy. Po tash me obligime prej mëngjesit deri në mbrëmje non-stop me punë, Ja. tani edhe me Edhe djarë ai një pejna. sporti në vete. Po. Ajo është sporti jam favorit. Edhe pilates edhe padel janë dy sporte që gjithçysh krejt duhet me provu, se janë diçka shumë fun, edhe nuk e je shumë, oh my god, jem si kur në fitness për shembull pak lodhesh se e din që je orë me bë ushtrime sana, e padel edhe pilates kalon çaq shpejt edhe bën çaq shumë lëvizje. Kusisht, Po, edhe po edhe e kënaqesh. shion. Po, Po. shumë E krejt për fund, ma mirë në mal janë det. Ku? Për mu në Ndeti. dejtë, për mu. vërtet. Se ti si vjeta po na bje me shku ajo, të qyrëm shpia, Do so na po bojnë. shpi. A ka pas në i destinacion që keni qenë edhe që ishit rikëthy sërish, që keni shumë kujtimet bukura nga tje? Oh. Po ka qenë vitin e kalum në Egjipt, u Po. ka edhe pushimi parë me alurin. E pse na kanë shumë vende ma njohura e ma të bukura, po jena kanë bashkë me printe urimit, edhe printe mi, edhe do më thonë, na që jena kënash me zvete, u kanë për gjithë shka, do më Ma ky thonë... pushim veç romantik s'pas ka qenë. I, Se kur tu në Egjipt me ndonë. po dhe, jo, u kanë shumë fan, do më thonë, u kanë pushime ma i bukre që e kom... Edhe që një ditë përmbushur me qenë se kanë qenë dy familje. S'ka me pushime familjare. Edhe plus i kena pas dy palë me vete, as për djallë së do më kujdes, na jena vesh qëllë kena nejt. Alisa Urim, faleminderit shumë që ishi sonte në Malën Ndesh. Shumë faleminderit. Ishte shumë knatësi. Do ta bëjmë një shkëputje publicitare dhe do të rikthehemi në pjesën e dytë.